Përshëndetje, sot dua të flas për diçka mjaft serioze. Komunikojnë në mënyrë të vazhdueshme me pacientët tanë gjatë procesit të riabilitimit dhe na tregojnë arbër përpara një viti apo 2 vitesh janë trajtuar në X klinik në Tiranë apo në qytete të ndryshme në Shqipëri dhe kanë patur dhimbje relativisht të mëdha, diku nga 1 deri në 10 cilësia e dhimbjes 5, 6 apo dhe 7 dhe jam ndjerë shumë mirë brenda disa seancave. Madje fizioterapisti atje ku jam trajtuar më ka këshilluar të marr antiinflamator, analgjezik, madje edhe kortizonik. Dua t'ju them që kompetencat e fizioterapistit nuk janë për të këshilluar medikamente të tilla, kompetencat e tilla i ka vetëm mjeku specialist për të dhënë antiinflamator, analgjezik dhe kortizonik. Madje përmirësimi juaj brenda disa seancave në të tilla raste ka ardhur vetëm si shkak e marrjes të medikamenteve qetësues dhe absolutisht nuk është luftuar shkaku, por është eliminuar vetëm dhimbja. Prandaj ne, si Physiosport Center, ju ftojmë në mënyrë të vazhdueshme të përzieni drejt dhe profesionalisht, të përzieni fizioterapistin dhe jo fizioterapin. Faleminderit.